Në Glogjan, historia shpesh është shkruar me pushk dhe lavdi mashkullore, por në dasmën e Luan Haradinajit, djalit të heroit Shkëlzen Haradinaj, ajo u shkrua me funde të gjata, valle dhe lot të fshehur. Kulla e vjetër mes maleve nuk pa vetëm përgjafimin legjendar mes Ramush Haradinaj dhe Rifat Jasharit, por edhe diçka më të rrallë, triumfin e grave që i mbjetuan luftës. Gjatë gjithë viteve të luftës, teksa burrat e familjes Haradinaj, Ramushi, Dauti dhe Shkëlzeni, mbanin vijat e para të frontit, gratë ruanin shtëpit, por atë mbrëmje, rolet u kthyen. Anita Muçaj Haradinaj, bashkëshortja e Ramushit, dhe Lola Haradinaj, bashkëshortja e Dautit, ishin yjet e padiskutueshëm. Ato nuk ishin thjesht pjesë e dekorit, ato ishin nuset e Glogjanit që e kallën dasmën. Duke kërcyer në oborin e kullos me një video që u bë virale, ato nuk po lëviznin vetëm sipas ritmit të këngëve popullore, ato po shkelnin mbi historinë e një familjeje që ka dhënë më të shtrenjtën. Anita, gjithmonë elegante në një fustan të gjelbër me detaje të arta, dhe Lola, që shkëlqente në një fustan roz, nuk po përfaqësonin vetëm veten, ato po përfaqësonin mbijetesën, duke treguar se kulla kishte mbijetuar jo vetëm për shkak të mureve të gurta, por edhe për shkak të grave që nuk u dorëzuan kurrë. Megjithatë, asnjë bukuri nuk e kaloi simbolikën e asaj mbrëmjeje. Kur Shkurte Fejza filloi të këndonte Mora fjalë, betimi i përjetshëm i Adem Jasharit, kamerat nuk i ndoqën vetëm gratë, por pan skenën që gjithë Kosova priste, përqafimin e Ramush Haradinajit me Bacar Rifat Jasharin. Asnjëri nuk foli, sepse fjalit e këngës flisnin për ta. Aty përqafoheshin dy shtyllat e historisë, njëri përfaqësonte Glogjanin, Haradinajt, tjetri Prekazin, Jasharët, por vëmendja i takonte edhe grave. Derisa ato lotonin në heshtje duke dëgjuar vargjet për heroin e rën, ato po i jepnin fund një epoke të heshtur, sepse pa to, as Prekazi dhe as Glogjani nuk do të kishin pasur kë do i mbaj gjallë kujtimet. Ndërsa festa vazhdoi me emra të mëdhenj si Meda, Ermal Fejzullahu dhe Sinan Vllasaliu, kjo dasmë nuk ishte thjesht një lidhje martese mes Luanit dhe Anilës nga Gjilani. Ishte ceremonia e bashkimit të dy Kosovave, asaj të luftës mashkullore dhe asaj të qëndresës femërore. Kur kënga pushoi dhe flamujt kuqezi vazhduan të valviteshin mbi kullën e Glogjanit, të gjithë e kuptuan se liria nuk ruhet vetëm me pushk, ruhet edhe me fustane të bukura dhe me dashurinë e pakushtëzuar të grave që nuk e braktisin kurrë shtëpinë. Glogjani e përqafoi Prekazin, por nuset e Glogjanit e ngritën atë përqafim në qiell.